fakti që për herë të parë ne nënshkruajmë marrëveshje në fushën e industrisë ushtarake me Italinë. Siç e dini, Shqipëria ka një legjislacion të ri për industrinë ushtarake dhe kemi themeluar para pak muajsh 3 kompani të reja për prodhimin e municioneve, për prodhimin e mjeteve të blinduara, prodhimin e mjeteve të emergjencave civile, zjarfikseve më saktë, dhe prodhimin e uniformave. Dhe synimi ynë ishte që të shkonim në një gamë edhe më të madhe dhe kemi konkluduar parimet e një negociate që ka filluar praktikisht para 2 ditësh me gigantin Fincantieri për të prodhuar dhe mjete lundruse luftarake, anije luftarake, në Pashaliman, në kantierin e Pashalimanit, për ta ringritur atë kantier në lartësinë që kemi ambicjen ta çojmë. Së bashkëpunimit me Italinë, sepse ky është edhe një nga pikat apo diskutime që po bëhet edhe në rrjet apo pikpyetje të cilat janë. U konsiderua si një lloj arritje, domethënë se fakti që do prodhohen në Pashaliman, por do kontrollohen nga Italia? Apo nga ne? Atere, kompania shtetërore Caio dhe Fincantieri italian do themelojnë një kompani të përbashkët. Të dyja palët do jenë aksioner, të dyja shtetet do jenë aksioner. Dhe ajo që ishte e rëndësishme është që ky kantier nuk do të prodhojë vetëm mjete detare për Shqipërinë, por siç ka qenë në të kaluarën, ka pasur një kontratë para 15 vitesh të kësaj natyre me një kompani holandeze, por kompania prodhonte vetëm për Shqipërinë dhe mbasi prodhoi mjetet për Shqipërinë u largua. Ne synojmë të kemi një prodhim edhe për vende të treta. Dhe arritja e madhe e kësaj negociate ishte angazhimi Fincantierit që do prodhoj mjete për vende të tjera fillimisht. Edhe për flotën e NATO-s? Edhe për flotën e NATO-s, edhe për palë të treta partnere të NATO-s, dhe patjetër në këtë kantier dhe Shqipëria do ketë mundësinë më në fund që të mirëmbaj flotën e saj. Ne flotën tonë e mirëmbajmë jashtë vendit, do kemi mundësinë ta mirëmbajmë dhe të ngrem gamën e teknologjisë së mjeteve tona në atë kantier. Prandaj është kaq e rëndësishme, gjithashtu punësimi që ofrohet do jetë cilësor dhe i gjithanshëm, do kërkoj inxhinier të armatimit, inxhinier të sistemeve të lundrimit, ndaj dhe paralelisht me këtë marrëveshje ne kemi kryer disa marrëveshje edhe me universitete në mënyrë që të ofrojmë të gjithë kapitalin e njerëzor që është i nevojshëm në mënyrë që ky prodhim të jetë i suksesshëm.